A keni qenë këto ditë me simptomat gripit? Janë pyetje që po i bëhen para marrjes së vaksinës kundër gripit sezonal. Sali Isufi, tash e 5 vite, vjen në qendrën e mjekësisë familjare në Fushë Kosovë për t'u vaksinuar. Kjo sipas 75 vjeçarit po i ndihmon që viruset sezonal t'i kaloj me lehtë. Po që në 5 vite marr rregullisht, kum pas ndihmë shumë për tina. E kemi vret efektet e para se në vitin e parë, kur kum marrë dytin, flauma në kum pas. Në ashtar kum pas, pe kum të kalu që veç që kum hetuar, kum marrë vesh, se më kara flauma. E jo vetëm në Fushë Kosovë, nga kjo e mërkur në të gjithë Kosovën, qytetarët mund të vaksinuan me këtë vaksinë. Për këtë, Isufi ka edhe një apel. I kisha lutë të gjithë ata që janë të më shumë, sidomos edhe që kanë edhe pengesa tjetër, smundjes ashe që sa më shpejt të morën, se këto vaksinave që janë për të mirë të plezhve. Për efektet e kësaj vaksine ka folur edhe drejtori i kësaj qendre mjekësore, Ramiz Shala. Kjo jepet me kohë si është preventiv për me parandalu efektet anësore, sidomos për këto kategori të veçanta të popullatës, sepse në kontakt me virusin e gripit atëherë përkërsohet gjendja e tyre shëndetësore dhe videjt e komplikimet që pastaj na do të morrë. Domthon, efekti kryesor është parandalimi për me i kalu ato simptome kur vinë në kontakt me virusin e gripit, me i kalu shumë më lehtë se sa ato të cilat kishin me përkesuar gjendje shëndetësore ose me faza me kompliku smundjet të cilën benefitet janë të sigurta, efektet anësore janë shumë pakta. Këtë vaksin mund ta marrin personat mbi moshën 65 vjeçare, ata të cilët kanë sëmundje kronike e punëtorët shëndetësor. Por nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike kanë treguar se edhe cilat kategoritë të tjera mund të vaksinohen. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik si vjet ka rekomanduar që të vaksinohen edhe disa grupacione tjera, apo disa kategori tjera siç janë forcat e sigurisë Kosovës, policia Kosovës, për faktin se janë në shërbime të cilat kanë shumë kontakt me komunitetin dhe interesimi është që të kemi sa më shumë të vaksinuar, që të jenë të mbrojtur, të kenë shëndet plot. Simptomat e gripit sezonal zakonisht karakterizohen me ethe, kollitje, dhimbje e muskujve, lodhje dhe dhimbje e kokës.